Arti shqiptar është veshur sërish me të zeza. Kinematografia dhe ekrani kanë humbur njërën prej buzëqeshjeve më të ëmbla të viteve 70 dhe 80. Ndarja e parakoshme dhe krejt e papritur nga jeta e Rezana Çelikut në moshën 66 vjeçare ka lënë pas një dhimbje të madhe dhe zbrasti që vështirë se mund të mbushet. Buzëqeshja e saj ndriste ekranin. Ajo nuk luante thjesht në rol, ajo jetonte atë me një natyrshmëri të jashtëzakonshme që pushtonte menjëherë zemrat e shikuesve. Kush mund të harroj mësuesen idealiste te shokët e një skuadre apo centraliste nguximtare tek një djalë dhe një vajzë, një rol që bëri buj dhe theu tabut e kohës. Rezana ishte një dritë e pastër në kinematografin tonë, por kur ndoroi sistemi dhe kur dritat e projektorëve u fikën, Rezana nuk u ndal. Ajo nisi një rrugtim të ri, duke punuar me përkushtim si mësuese në fshatrat e Tiranës, e më pas, për vite me radhë, shërbeu në administratën publike të Bashkisë Tiranë, duke lënë gjurmë mirësie kudo që shkeli. Por, pas asaj buzëqeshje të bukur që dhuronte me shpirt, fshihej një jetë e qetë dhe një peng i madh që i rëndonte në zemër. Rezana zgjodhi të ecte e vetme në rrugën e jetës, pa u martuar asnjëherë. Në intervistat e saj të fundit, me zërin që i dridhej, ajo kishte pranuar me trishtim se pengu më i madh i jetës së saj ishte se nuk u bë kurrë nën. Më vjen keq që në jetë nuk munda dot të mbaj kurrë në krah fëmijën tim. Sot ky peng ka mbetur thjesht i shkruar në kujtimet e saj. Rezana u largua përgjithmonë nga kjo botë, duke marrë me vete dashurinë e një populli të tërë që adhuroi. U presh në paqe e shtrenjta Rezan.